Përshëndetje. Grisa. Përshëndetje. Mirëseve. Profesoresh, unë jam mësu më të thonë profesoresh. Vazhdo me më thonë profesoresh, A që ajo je mjetet mirë? gjithmonë. Ta zamra, je mirë? Qysh po kalon? Faleminderit që na mirë Pak prite me këtu. lovje, po së shkeq. Mirë është, tash jena në kamisi fushatës. A në qysh po jo ecë mirë? Ambienti ko ka shumë e mirë. Një ambienti mirë, me rini, me gra, me vajza të reja, me qytetarë të vështrës. Po më vjen Jena shumë të bërë mirë. platformë të mirë, platformë që është alternativë shumë e mirë për qytetarët e vështrës. Po më vjen shumë mirë, inshallah keni suksese ma tutje. Unë jo marrë më të marrë, edhe me dal pak në për vështri, edhe me ik pak pizyrës, se nështë edhe e lodh, me mshil pak laptopin edhe me dal pak. Hajde. Profesoresh, faleminderit shumë që na pranut në vushtri. Në knatësi. Kur erdha mi u marrë, tentut me njëherë me na e pru në qëtë rrugë. A unë është me të nga tregu pse pikërisht në qëtë rrugë me fillu intervista? Për krejt punës tem politike, mandateve, 3 mandate si deputete, do me thonë është pjesa ma krenare e punës që e kom ba, sepse është materializu me një shërbim që ja ka ofru qytetarëve jetën ma të lehtë. Pra, që kjo pjesë komplet është rrugë, që i lirë 18 fshatat mëdhej të komunës Vështrës. Pra, na i thujna Artakolli, një pjesë e Qishavicës, që ndërlidhet me qytetin, me Vështrën, edhe me 18 fshatat. Me Magjistrale, Mitrovic, Vështre. Këtu ka pas probleme me qytetarët, komplet banor të këtyre anëve. Më thonë, s'ka qenë ndërtu me heq. S'ka qenë këtë me zallë, me gur, me pa, u dufke me mirëmbaj çdo vjet, po thjesht e pa mundur me is me këpuca. Qështu s'ke mujt, u dash me mos qizmet. Me qizmet, tani dyshysh me ilon dikun qizmet në shqitore, me i mare me shku ose në studentat fakultet, ose në zancat, kanë hjek bujqit shumë me punu tokën, sepse u kon probleme dhe për mjetet punës. Une me një grup të fshatit këto, të gjitha fshatrave, të më thonë e kemi marë si iniciativë me po që munu me bo. Si deputete kom bo amandamentin, i cili është pranu në parlament, prej komisionit, realisht, kam vëtu krejt grupet politike, sepse kom arrit me ju të regu që qëtu s'ka me përfitu vesh një grup politik, po kam me përfitu krejt qytetarët që banojnë banor të kësaj ane. Kur është ba kjo rrugë? Kjo është ba në vitit 2017. 2017. Do më thonë, është nisë, sepse projekti tani ka zgjatë, se këto nuk mund është me bo për një vit bugjetor, do më thonë, kjo ka kalu në 3 vite bugjetore, që u dash më nda mjetet për 3 vite. Që është më nënsi ka përfundu dhe sot është e jetësume. Do më thonë, edhe ju në atë kohë keni qenë deputete në Parlamentin e Kosovës? Ta shpesh herë kur të më pyetën për çka deshte me kandidu për kryetaret komunës Vështrës, unë e kam argumenti se si deputete, unë e kom pru projekte, dhe ndër këto është kjo, për Vështrën. Do më thonë, ti ke pru projekte në qytetin e Vështrës, pa qenë kryetare, vetëm si deputete, edhe si qytetare e këtij vendi. Si qytetare dhe me dashnin më të madhe për vendit që më ka bu emën. Po një pyetje kështu, të ardhunat ku i keni marrë financat, kur e keni pas buxheti? A ju është leju juve si deputete me rrugët që janë regionale lidhen me interesin e shtetit, do të thonë kanë karakter nacional, ti duhet me gjetë, me ditë, me bo kodin buxhetor, pra ka qenë i Ministrisë të Infrastrukturës. Po. Kjo është pjesë që deputet e din, kur ti fillon me bo, duhet me ditë ka i merë buxhetin. Sepse komuna nuk e ka tanë këtë buxhet për me investu në rrugë, edhe se ka kompetencë. Komuna i ka rrugët lokale anej, me regullu trotuaret e gjanat që lidhen me shërbimet komunale brenda kufit administrativ vetë. Mirë po rrugë që ndërlidhen në regionet që i ka 4-5 komuna, e ka qeveria. Do më thonë, kjo është një prej punëve që unë e njëna mas krenare, pastaj është edhe, ne kemi hjek për ujë shumë gresë në Vështre, me vite, s'kena pas ujë. Edhe bashkësia ndërkombëtare pa të investu, do më thonë, një fond për €1 milion bashkë me qeverin për me pru një fabrikë të ujë në Vështre. Edhe fabrika u ndërtu, met fabrika nja 2-3 vjetë kënë të u prish ato mrena mjetët. U dovke me shtim funksion, me do mjetët që si shën shumë, afërsisht €200.000. Edhe aty ndihem shumë mirë, sepse thjesht është një pjesë ku e kujtoj unë që luti ish kryeministrin atë ku, me anë Vështri, me i pa gratë Vështri, që ka po jekin me kofe, me bajt. Me bajt ujën, po, se me nuajt për njërë. Me bartë ujën me qunë ndërtesat në alta, s'ka pas ujë Vështreja. Une e kam pru amandamente që e ka shtim funksion fabrike në ujet. Edhe pse... një pyetje... Dashte me shtu këto, fabrika u bo, qyteti ka ujë, birë po fshatrat, ende kanë probleme, për shembull që to që janë pak manal,
Shtrirja e gypa masanej nuk u bo që shduhet. Dhe më thonë, unë këto e kam si prioritet sekretare, që tash me detektu ku janë probleme, pse ka qash shumë ujë, ajo fabrikë ka ujë, jo veç për vështrem, po dy të qytete. Po, ka rjedhje, nuk i këshyrin mirë rjedhet kur gypat prishen, dhe më thonë, nuk e përcilin punën që shduhet deri në fund. Po. Besa ka dhe ka pak keq përdorem, se ujitin verës, ku të mune dikun me ujtë pishëm është, përveç se është pa tolerueshme nga ana ligjore, mendoj se është edhe gjëna. Kuptimin me mendu është gjëna, sepse po përdor ujë i pishëm se gjithë atë produkt që duhet me boti për me pru dhe i qatë momenton për me pi qytetarët, e me qitë me ujit është në rregull. Pra, ka mundësi nëse e ki bo gjithë ato pasori, ki mundësi me kultivu token, do është me bo edhe një burim tjetër alternativ, mos me përdor ujën e pishëm. Shtrirja e gypave, shumë fshatra janë me, për shembull është një fshati shallë, si thojna, është nalë që ka. Ai fshat që 2 vjet i ka gypat e vendosën e s'ka ujë. Ka nisë më prishë dhe gypat. Këto gjana janë prioritet për mu, pra kur presim të shërbimet publike që ka të bëjnë me infrastrukturën. Njëherë, fillim ju deputete. Po. Mandej nën kryetare. Po. Njëherë nën kryetare. Po. Duke bo një punë shumë të mirë, jo bo deputete 3 mandate. Po, mandej ju e ndrut partin. Nga PDK ka lut në Nisma dhe tash jeni kandidate për kryetarit komunës në radhët e Nismas. Pse ky ndryshim? Kjo është konsumu, e kom thonë shumë herë, do me thonë, ka një herë... Sepse një kohë gjatë keni qenë në Partinë Demokratike të Kosovës. Do me thonë, e kom bo punën si shdohet, po mendoj nashta ka ndodhë ndryshimi i leadershipit. Shkurja e liderve të UÇK-s në Hagë, për mu konë shkëputja e kam quj disa herë ADN-s e që ati shpirtit idealit, për çka unë e kum pa një subjekt politik, se partinë... Dhe më thonë, në momentin që ata kanë shku në Hagë, ju e keni ndru... Nuk kam qenë më pjesë e ekipës. Nuk keni dash, po. Unë e dura për me qenë pjesë e ekipës leadershipit aktual. Po. Mirë po thjesht, nuk ka mujtë me funksionu edhe... Edhe ke pasi të më të për me dhonë kontribut, po mendoj që janë ofru prap një subjekt që ADN-n e ka prap të UÇK-ja. Edhe ndërlidhja ma e madhe në mes ish subjektit edhe këtina u konë lidhja me vlerat e lirisë, që për mu e gjithmonë janë, që to janë të pa tolerueshme me t'i kalu, do me thonë, s'ka as partia, s'ku gjithë që bënë ma të rëndësishme se sa që ato vlera që na sot jena të lirë e flasim tash për projekte e gjitha. Pa tjetër. Që tash ju kandidoni për kryetare të komunës në qytetin e Vushtrisë. Na po shkojmë prej këtuit edhe po dalim pak të qyteti i Vushtrisë edhe na tregon t'i pak edhe për vizionet e qytetit edhe për çdo gjë tjetër. Po, me shumë dëshirë. Tash më jemi edhe në qytetin e Vushtrisë, edhe ti paske vendet e caktume, ku paske investu këtu edhe paske kujtime shumë të mira. Prej rrugës na prure këtu te Pallati i Kulturës. Qysh e di unë, prej që të kam profesoresh, ju keni shkruajt 4 libra. Po ashtu, edhe tek Pallati i Kulturës këtu e keni bërë takimet me poeteshat shqiptare, me vetëm gratë që kanë shkruar poezi. Edhe, apo nga tregon pak, qysh ka shku kjo edhe, a vazhdon takimet me poetesha, apo është ndalë? Pikrisht, kjo është një investim emocional jami, do më thonë, kultura, përfshira në kulturë, si një ardashse, e një poete e re e Vushtrisë, ka qenë investimi jemi parë emocionale, kulturor, që është përfshira në jetën publike në Vushtre. Pra ka qenë para luftë e votimi jam i librës të parë, që ka qenë në vitin 92, atëherë ka qenë kogja e vështirë dhe besa edhe rrezik ka qenë, mu plasu poezit për lirinë e Kosovës, për Kosovën shtetë, ka qenë e ndalume. Solla këtu për aqendrës kulturës, sepse një jetë e tonë e imja, për 3 dekadash, lidhet me këtë pjesë. Do me thonë, tu kemi pas ngjarjet kulturore më të mëdha pas lufte, që kanë qenë, për shembull, për herë të parë, takimet e poeteshave gjithë shqiptare, që kemi sjell poete nga krejt trojet shqiptare, nga diaspora, janë majtë këto. A ka qenë konkurus? Shumë, edhe konkurus, po s'ka qenë efekti shumë të konkurense që ka qenë me i pa Vushtria, aktorët e mëdha Tinka Kurti, Roza Naglosti, Margarita Gjepa. Kanë arë këto dhe kanë... I kemi sjell këto. E ka qenë me njëherë pas lufte, qyteti i shkatërum, s'ka pas as këto institucione, nuk ka pas as të ndërtesa, do me thonë me nxjerrë të mbjetu, mirë po shpirti gjithmonë... Ju i keni sjell të gjitha ato aktore këtu në Vushtri, bashkë me ekipën e juj. Me ekipën, edhe me njerëz të Vushtrisë që e dojnë artin edhe kanë jetu me kulturën edhe artin edhe në kohën kur vesh kena mbjetu. Thjesht s'ke pas kur gjë, vesh me mbjetu. Ushqem dhe me mbjetu me kulme, kultura dhe arti në Vushtri gjithmonë ka qenë pjesë e shoqërisë jetës përditshme të njerëzve. Këtu brenda, do më thonë, janë zhvillu aktivitete shumë të mëdha. Zhvilluan është teatri i qytetit, është ansambli, këngëve dhe i valleve që
është krenaria e qytetit tonë. Do më thonë, ka në shumë gara ka marrë vendit e para, edhe na krenojme me kulturën edhe artin që e shfaqin djemët edhe qika tona në Vushtre. Shumë mire ceke që keni investu në kulturë edhe në art, po që sheshe sot kulturën këtu në Vushtrim? Kultura nuk është që gjithkund në botë mundet më investu shumë. Realisht, shpirt nesh janë që e majnë qytetarët vetë. Do më thonë që e dojnë pa dallime partijake. Ka pas aktivitete, janë mundu më majtë me pas vazhdimësi të aktiviteteve, sigurisht që unë mendoj që mundet shumë a shumë, mu përkron njerëzit e kulturës, pra subvencionet që janë dhonë me qenë pak ma transparente, unë mendoj që si kryetari e komunës ko me tregu këto, me hapin e parë që du të bëj si kryetari e komunës, konsideroj që ko mu shfaq shumë interesi jam që transparenca mos me vujt qytetarët, mos me ditë se ku po shkojnë centët e komunës. Pra mos me pas dyshime nëse ti si aktore pak ma shumë të këmë dhonë subvencione se i takon partisë tem, pra kultura i takon krejt qytetit, pa dallime partijake. Konsideroj që ko me qenë një adres e sigurt për gjithë ardashtit këto, për njerëz që merren me kulturë, një mbështetje shumë e madhe e tyre, edhe njëkohësisht një mbështetje shumë e madhe që me vu në një funksion edhe shumë kualitativ teatrin e qytetit, veçanërisht ansamblin e këngëve dhe i valleve që mendoj që ka një potencial shumë të madh me pas hala hapësirë më shumë. Kjo është pjesë që unë e kam një prej ëndrave mirë po, duke qenë poete, takimet e poetishave shqiptare, jam një ndër organizatorët e para të këtij festivali, edhe që e kom bartë traditën e matë vjetreve që e kanë lënë, do me thonë, në fillet e para, e kam shëndruar me ekipën time në një festival gjithkombëtar të poezisë, mendoj që si kryetari komunës, ka me bo një festival ndërkombëtar të poezisë. Nuk ja hupi karakterin, sepse është vetëm për krijuese gra. Mirë po, unë mendoj që ka me bo një festival internacional. Kjo ka mundësi në bashkëpunim me nivelin qendror, pas mundet komuna me bartë krejt këto, se është aktivitet që ka kosto të madhe. A mendon se paragjykohesh që je grua në politikë? Paragjykohesh, se di, kurse e kom pa veten si politikane, edhe sfera jam u kom i shërbi publikut. Asë njëherë, asë nuk jom një diskriminume, asë e avancume. Do me thonë, kom tentu me qenë me garu me vlera. Kur mos me garu të e lujtë rolin që unë jam gru, du me më thonë përparsi. Vesh mos më penga. Gjithmonë ju kom thonë, kolegëve ku do, ju nuk kërkojone me më thonë privilegj, vesh mos më penganin rrugën tam. Gjatë rrugtimit, jam shumë e lumtur që kur bile pi grave s'kom pas pengesë. Është shumë e veçantë, do me thonë, gratë dhe vajzat e reja. Do me thonë nuk e ke ndje paragjykime shumë. Normalisht të burrat, kër e kom pa rivalitetin. Ndjenjen e rivalitetit, sepse ka pas projekte besoj që kom që ma shpejt për para une. Jeni në konkurencë, dhe ka ndje. Kështu që jam kone lumtur që une s'kom pas kur nevoj me ndjejat të qenurit gru, edhe po ma dhom, jo, mos m'ja përparsi, vetëm mos më penga. Ky është edhe mesazh jem grisë pse une ku ma shdu me qëndru politikë, pse une mendoj që duhet me qenë kryetare e komunës Vushtres. Për qikat edhe gratë e reja në Vushtre duhet me ju të regu që na si jena vesh për dekor, me na qitë tavolini, kena do graq atë. Na jena për ju vesh me marë pjesë, na jena për leadership, me udhesh procese. Qysh dina me udhesh brenda familjes, shumë mirë, na dina me bu projekte shumë mëdha që me ardhë mbrapa nesh edhe komunitetit tjetër, edhe burrat, edhe komplet qytetarë. Ti vjen edhe prej fushës arsimit. Je edhe profesoresh. Qka ki me bo për arsimin në momentin që e merë mandatin si kryetare komunës? Sepse arsimi është, thonë të drejten, pak ma i ullët se... Po, niveli kualiteti mësimit. Këtu kemi nevojnë në Vushtre me pas një pavarësi matë madhe, shkolla, si gjithkon autonomin me pas matë madhe, pra drejtorati e ka këtë kompetencë që mundet me ju dhonë një autonomi dhe një autoritet mësim dhëndve, para se me bo investime, me mendu ende për infrastrukturë, sepse gjithmonë ka nevoj për ma shumë shkolla, për me pas një ndrim, edhe me pas një qëndrim gjithë vitor. Nëse nuk e ki vesh një ndrim rënda shkollët, i s'munesh me i majnë zonë sa gjithë vitor. Po ashtu duhet me pas shumë kujdes të ndarja bugjetit, me pas një shifër matë madhe që ndarja të kodi bugjetor për arsim, nëse se ki që to s'munesh me zhvillu arsim cilësor. Kemi këtu të ndarja bugjetit, digitalizimi në për shkolla, a është gati apo veç? Jo, janë bo do hapa po shumë brapa, unë e kom shumë vrejtje, për shambull, vrejtja e ime kryesorja ka qenë të përsaktimi udhëheqjes drejtorit arsimit, sepse mendoj që Vushtria ka shumë kapacitete intelektuali që ka njerëz që e njohin shumë mirë këtë fushë, edhe nuk duhet me patjetër me qitë vesh një zyrtar, sa me janë gjithë temni që e ka partia zyrtar për drejtor të departamentit arsimit.
Vështëria ka intelektual shumë të mëdhaj që mundesh me përfshi në sferën e menaxhimit të këtij drejtorati shumë ndjeshëm në vështre. Përveç pra infrastrukturës, duhet me investu që tash edhe njerë te siguria. Ka me pas nevojë shumë ky vend dhe ky qytet jemi për prindit të cilët e kanë shqetësim sigurinë e nxënësave. Ka mundësi me bo uniforma, ka mundësi kartela identifikuese, pra mos me pas probleme. Viteve të fundit kena pas grisna probleme këto. Në aspektin e sigurisë, sepse ka pas probleme në për shkolla. Fatkeqësisht kena pas edhe raste, domethënë, të lëndimeve trupore, kena pas 2-3 nxënësa të vrarë, domethënë. Kjo është për shkak mos kontrollimit edhe kur të hysh brenda në shkollë, edhe kjo është një pjesë që ka nevojë, domethënë, nuk mundesh me u thonë me semblënzve krijoja sigurinë nxënësit. Ajo ka një tjetër mision. Pra për këtë duhet më kujdes komuna. Ka mundësi, ka mekanizma, edhe me bashkëpunu pak më shumë me organet e sigurisë, me bë identifikimin, me ditë me menaxhu pjesën teknike prej menaxhmentit edhe prej udhëheqjes së departamentit drejtorisë, me ditë me përcaktimin e kompetencave tua, pra nuk do të me mendu një prind me qenë hall kur e ka nxënësin në shkollë, do të me di që është ai në shkollë, brenda shkollës. Ky është një ndër shqetësimet e mia. Pastaj kuptohet kopshtet, qerdhet, këto janë bazamente. Këto isha duke thënë, po. 3 kemi, vetëm 3 qerdhe janë të edhe ma nuk është ndërtuar asnjë qerdhe. Që sa nuk është ndërtuar asnjë qerdhe këtu, në Vushtri. Shumë pak, domethënë, mund të me thonë që këto 3 janë, një ka qenë komplet, një qerdhe që është trashëgu prej sistemit të renovu, edhe 2 të tjera, pastaj janë ndërtuar qerdhe private, kopshte, vërtet. Edhe ma nuk është ndërtuar asnjë qerdhe. Tash mendoj që këtu do të me investu në sekretare komunës, sepse edukimi parashkollor është baza për më konë ma i qëndrushëm në fëmijën tanë. A ka hapësira për me ndërtu qerdhe? Ka. Kena hapësira. Për shembull, brenda qytetit janë 3, ndërsa është një pjesë me mira banor, që na i thojna pjesa për mbi magjistrale, që i vjen ka shkolla Qajupi, këta qytetarët e din, qytetarët e mi e din ku është. Nuk ka hiç kopshte dhe detyrohen prind me i sjell kënej ose me i lanë në shtëpi. Po mendoj, nëse bojna ndërtimin e ma shumë kopshteve dhe qerdheve në Vështre, gratë e fitojnë një pavarësi ma shumë. Kanë mundësi ku me i lanë fëmit edhe më marë me jetën e vetë, me karjerën e vetë. Jo më mbyllë pëse ti e bësh nanë e re edhe ma gjithë shka përfundon që aty. Për mu kjo është mision i dyfisht. Njëkohësisht me nxjerr gratë nga shtëpit edhe me ju dhonë mundësit me punu ato, qoftë në ndërmarrje private, qoftë në sektorin publik, po ato me zhvillu vetën, me gjithë vetën. Njëkohësisht na po investojnë antalmën e rinisë tonë edhe gjeneratave. Pikërisht këto deshta me dalë. Përveç se të fëmijët për qerdhe për shkolla, një investim tjetër që është i domosdoshëm është rinia. Rinia këto, unë kur erdha të ti në zyre, pash që kishe shumë rini, shumë energji të mirë, edhe ata mireshin me ty edhe, po du me të pytë, qysh është rinin ti tash? Grejs ty të kom studentet kom pasë, dhe ti e din që unë e kam një dashni shumë të madhe për gjeneratën e rej, besoj që këta e shojnë këtë energji dhe pikrish për këta unë e grupin matë të mbështetësve e kom nga të rritë edhe trejat. Rinia në Vështre është një pasuri. Kemi prej tyre shumë që na bojnë shumë krenar në fushat të ndryshme. Investimi që është në ta nuk është ende i duri. Nuk është për shkak ndoshta ka njerë dhe buxheti, po për mu ka shumë rëndësi me përcaktu prioritetet. Spari duhet me besu të politika, rinis duhet me ja kallëzu në një rrugë shumë të drejtë, mos me i dëshpru. Nuk duhet me subvencionu ma spari fëmija e drejtorëve dhe zyrtarëve që ti i ki ofër, që fatkeqësisht ka ndodhë, dhe me thonë, kjo duhet më ndërprej, duhet me pa të rinjtë në Vështre dhe krejt Kosovën, duhet me pa që meritokracia është ajo që këta i përcakton me i shpërblimin e subvencion. Kjo është një ndër arsyet kryesore që rinia të na është pak sa dëshpruar, edhe demotivohet, edhe nuk ka energji, as motiv për me bëha kur gjëhesh. Bile ka rini, ka 3 që nuk kanë motiv as në punë me shku. Kjo është fokusi jam ka me qenë që ja kthej besimin të politika, e kthej besimin që një kryetare ka me pas shumë vëmendjen që do t'i jep fund më subvencioneve dhe padrejtësive që bëhen kuadër qeverisjes komunale. Nuk kam e përfitu dikush që e ka babën e fort aty mrena subvencione, për kam e përfitu në bazë të meritokracisë. Unë jam një fëmijë që jam rrit me vujtje ekonomike, sepse jam një qike mësuesit edhe e kuptoj shumë mirë që do me thonë mos me pas një çantë të re, mos me pas do libra, një fletore, një park puca. Pra, na do të me motivu që s'pako me kuptu këta që meritokracia ja vlen në Vështre, e gjonat e tjera vinë tani step by step, sepse do të më zhvillu ka da dole. E cike që mu më ke pas studente për 2 vite, po du me të pytë që është ndjenja tash, para 2 viteve më ke pas studente, tash më ki përbalë këtu si gazetare. Sa arty juve, në rolet të ndryshme,
gjithmonë konti kom afër që të spaku kam i tërgu studenti, unë e kom pas Gresën. Në më thonë është pjesë e krenarisë tamë. Unë e gëzona shumë kryesha, një pjesë për juve jeni shumë sukses shumë. Edhe po besoj që është një ndjenje dy fesht. Përgjithësia se çfarë leksionet kom dhënë në ty me qenë kaq e përgjithshme në punën tonë. Tash punën tonë është edhe pjesë meritës tamë. Po, patjetër, është një pjesë shumë e madhe e meritës tonë. Vërtet kom punu në qaq fort që me kuptu të rëndësinë e pozitës tamë dhe sot me vlerësu këto dhe me ditë me mi bo pyetje që e kanë ndjeshmërinë tamë e që s'lidhen veç me politikën, po edhe me individualitetin që e kom si njeri. Pra nuk ka të bëj veç me politikën, ku është gjeva sot si politikane, ku ka qenë me Gresën si profesoresh, po menoj që to krejt na ndërlidhin, na bojnë figura të pranueshme ose jo. Pra qysh jemi sjell na me student, ashtu besoj që edhe qytetari ka me pa gjevën edhe në pozitjen e politikës. A është ma vështirë me qenë para student dhe para qytetarëve? Nuk është hiç e lehtë në asnjë në pozicion. Unë e them shpesh shumë ma vështirë kom kur komunikoj me 20 vetë, se sa me mira njerëz kur jam në televizion dhe jam live të shku, sepse përgjithësia e kontaktit tan fizik dhe përgjithësia se çka unë po vendosi si fjalor në termin publik është një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe ku ka me arrit me qunë mesazhin tam. A është tu akceptu drejt? Apo me mujt me realizune gjonat e cilat i kam në projektin tam politik edhe jetësor. Sepse ka njerë nuk është që varet shpesh edhe prej individi se sa vullnet ki. A është ekipa që e qonë e përqan, a është mundësia që ti me ta pranu si projekt dhe institucioni për cilin ti ki me punu, apo ja arina suksesin sepse demokracia e ka dhe votën, pra shpesher grupet edhe partitë e mëdha politike e mbledhin masën, mirë po ka njëherë, jo gjithmonë masa i ka vlerat. Pra, unë mendoj që këto do të me ditë mja dërgu si mesazh publiku, qytetarëve të Vushtrës, rinis veçanërisht, pra me dallu vlerën, edhe individin si vlerë. E jo me qu përcaktimin politik ka masa. Jo gjithmonë është masa ajo që përcakton vlerën. Qëto po mundona me qu deri në fund, pra me njoft gjevën si koncept. Shpejt, cilat janë 3 prioritetet kryesore që kemi bërë kur të vesh në pushtet? Ka vujt Vushtria për transparencë. Gresë, që sheshe këtë shesh këtu, dhe më thonë, këtu kena na prona plot publike që kur se din qytetarë, pse ju ka dhonë dikujt me qira që ke pronë, e pse dikujt jo. Dhe më thonë, ku janë, pse nuk i shohëm na këto. Pra transparenca për mu ka shumë rëndësi, unë mendoj që Spari ka me vendos me një platformë që ka me shku online, edhe gjithë qytetarët ka me pas mundësi me pa krejt buxheti i komunës e i tyne ku po shkan. Bravo, perfekt. Për mu ka shumë rëndësi, transparenca është parim në demokraci, edhe është vlerë jone që e kena edhe në kushtetut, ka të bëj me infrastrukturën. Transparenca, infrastruktura. Infrastruktura që përfshin kanalizime që pa i regulluna higjenën tonë, dhe më thonë, edhe publike, edhe ta visrisë në familje tona, nuk mundu me jetu shëndetshëm. Nuk du me artera, nuk du me pa bërlog, dhe më thonë, me menagju që të mbeturina, me kapacitetet që i kena, mja u kriju kushtet më të mira punëtorve që janë ndërmarrja për parime, sepse s'ka as uniforma. Mendoj që duke i bo ata të muni, ma me dignitet në punën e tyre, nuk imi pati që të letra ma në për rrugë, dhe më thonë, ka me kushtu shumë rëndësi pjesës pastërtis, normalisht e thash investimin në shkollë, në kulturë dhe në edukim, shumë në edukim, sepse u menoj që baza fillimisht nuk mund jepet të edukimi, pastaj të arsimimi. Më thonë ka me qenë, ndërsa nuk ndojnë të tri, për mu ka shumë rëndësi përfshirja të trive. Për mu është një element shumë i veçantë si kandidati gru. Deri tash nuk e përmena Gresë, po ta them shumë një të vërtet. Ende njihen gratë në periferi të vëmendjes. Po flasë për gratë të cilat janë një kategori që nuk e kam pas fatin as mu shkollu, as me marrë një zanat. Është një moshe mesme, prej 39 deri në 25. Fëmija janë rritë, do me thonë atu kanë mejtë pa një zanat ose pa shkollim. Unë mendoj që të pjesë ka mu koncentru. Kom ja u botë të mundër me ndjek trajnime pa pagesë, që ato me gjithë vetën dikon, qofte një zanat, duke shku si praktikante. Pra, jo me qu investimet na vetëm të reja, sepse shpesh ndodh tek zanatet, që janë me industri profesionale, zejtari, këto nuk shkojnë trit, nuk e kanë dëshirë. Nëse trit e kanë mundësi me gjithë vetën dhe në disa profesione, një gru në qatë mosh nuk e ka mundësi. E si ke shumë që keni me investu në përvende, të gratë, të krinia, po qysh e bind të një qytetar i cili nuk ka besim ma të as një politikan, as të politika. Si gru, si nan, si qytetari e këti veni, qysh e kishe bind të një qytetar me i besu politikës edhe politikanve? Po, duke mos qenë sot për herë të parë, dhe më thonë si një profil politik, në Vushtre, njifna që 30 vjetë. Kom punu gazetare gjatë luftës, pra ka qenë një sakrificë,
që nuk ka qenë e lehtë me marrë përsipër, se kom qenë edhe nane re, pra kom qenë gazetare e luftës, edhe zonin teme kanë dëgju në për strehimore qytetarët e Vështrës në periudhë shumë të rëndë, që unë e kom raportu për ngjarjet e dhëmshme që kanë ndodhur në komunën time. Pastaj si deputete kom qenë zoni i Vështrës, pra ma shumë jam njoft si deputetja e Vështrës se sa e partisë. Për çdo problematikë që ka pas komuniteti jam Vështrë, unë e kam ngrit zonin. E nuk e kam ngrit veç zonin, po qysh i pam edhe projektet, pra kom sjell investimin politik. Pa qenë pjesë e kryesisë. Mendoj që tu e mendu që to qytetarë që pa qenë kryetare, unë kom sjell investime ma shumë se shumë kandidat sot që i kena në garë, që është reale, që janë faktike, janë me amandamente, me shkresa. Besoj që qytetarët e Vështrës shumë mirë din me logjiku këta. Unë sinqerisht nuk e besoj nëse dikush për qyteteve tjera pa qenë në kryesi, pa qenë kryetar, ka investu në këto vene që keni investu ju për qytetin e Vështrës, edhe që tregon edhe vetë që nga koha pas luftës e luftës keni bë shumë për qytetin e juj. Edhe kom vullneti jam është përfshirja e trive dhe grave, po mendoj që ti e pen zyre, vazhdimisht jam e shoqërume. Gratë dhe vajzat e kanë një besim të jashtëzakonshëm, e kanë shanse në Vështrë me kthy me qujt një anë tjetër të medaljes, pra nëse i kena besu edhe ju kena duar trukit të gjithë burrave me radhë të krejt partive politike në krejt mandatet, i kena shoqëru, i kena ndihmu mos zgjedh kryetar, gratë dhe vajzat në Vështrë duhet me bë një revolucion. Me pa veten, me pa gjevën si pjesë tyne në udhëheqje, edhe po besoj që duhet me na dhënë mundësinë me tregu se çka mundet me bë një gru në leadership e në udhëheqje. Tu mos qenë veç pjesëmarrëse, po tu qenë udhëheqëse edhe lidere e një komune që i ka mbi 60.000 banor, e vetëm në qytet jetojnë mbi 20.000 banor. Profesoresh, besoj që gjitha u thanë, unë jam shumë e lumtur edhe pata kënaqësinë shumë me të pas një intervistë, tash apo na i qet ka një çaj, me qenë se ju jeni. Tash po hajna që bapa po hajna dhe tani pina çaj. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.